është një gjatë që ne jem larguar dhe kam shumë vështirë të them dikujt të ri, por kam pas fatin këtë vitet e punit edhe përmes kontakteve dhe rrugtimeve gjithandej edhe disa herë ligjërata në Universitetet e Tiranës dhe Prishtinës të flas me atë gjenerat. Dhe bota ka ndryshuar, kohënat ka ndryshuar edhe për atje. Në Shqipëri ndoshta janë disa gjëra shqetësime që janë të kohës dhe ndoshta e shqetësojnë edhe atë moshën e re më lehtë nuk e kanë durimin. Por besoj që me ndryshimet që ndodhin në fakt globale, besoj që edhe Shqipëria dhe trulli shqiptar duhet të jetë vendi ku ata të gjejnë veten që të prodhojnë, të jenë produktiv, të realizojnë ëndrat e veta aty në vendin e vet, trullin e vet, sepse janë bërë ndryshimet që të mundsojnë këto. Ka ndryshuar shumë nga vitet 70-80 kur jemi larguar ne. Nuk them se është jeta ndoshta më e lehtë, ekonomia, gjitha këto kërkojnë prapë punë, kërkojnë angazhime, por është e rëndësishme që ata të shohin që vendi, ata që udhëheqin vendin tonë, të bëjnë sa më shumë, që ta mundsojnë të rive tanë, që të mbesin në vendin e vet, të realizojnë ëndrat e veta, dhe duke realizuar ëndrat e veta, e ndihmojnë popullin, ndihmojnë shtetin tonë, e ndihmojnë që të mbesim aty ku jemi, sepse nuk jemi as edhe shumë shqiptarë, ne jemi 4-5 milion në atë rajon, dhe duhet ta ruajmë atë vend se Zoti na ka lënë atë vend në dorë.